Vrasja në Shkodër, policia zbardh ngjarjen. Shkodra u trondit nga një ngjarje rënd ku një turist amerikan vrau bashkëshortën e tij. Lidhur me ngjarjen, policia ka zbardhur detaje të reja. Mësohet se turistët ishin amerikan, ndërsa ngjarja ka ndodhur në hotelin ku çifti qëndronte. Autori i krimit është identifikuar si Brandon Saporitur, 57 vjeç, i cili ndodhet në gjendje të rëndë pasi pas vrasjes ka tentuar t'jap fundjetës. Shkodër, informacion para prak, rreth orës 10:15 në rrugën Atshefën Gjeçovi, në një banesë të marrë me qira, dyshohet se është vrarë me mjet prerës shtetasi amerikane SS. Në banesë u gjet bashkëtuesi i saj, shtetasi amerikan, i cili dyshohet se është autori i vrasjes. Ky shtetas u shoqërua në spital për ndihmë mjekësore pasi dyshohet se është në gjendje të dehur dhe ka dëmtime të lehta në duar me mjet prerës. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e rrethanave dhe për dokumentimin ligjor të rastit.